Një tjetër bisedë kam kënaqësinë që të bisedoj me një 20 vjeçar, ndonë se shumë i ri, ai është edhe kampion bote në kickbox. Kampion bote, kampion Evrope, kampion Italie, drejt nga Italia na vjen Argjend Kodra. Faleminderit shumë Argjend që je sot bashkë me ne, edhe do të diskutojmë për këto çka po i shohim tavolinë. Dhe jo vetëm, do diskutojmë edhe për pasionet të tua që ke jashtë sportit, për krejt ato se qka Argjendi bën në Itali, që është modelingu dhe shumë gjërat të tjera. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për që më keni ftu, edhe po do flasim për gjitha këto arritje që i kam bo në kickbox, edhe për jetën time personale, edhe synimet e tjera që i kam për momentin. Argjend, kemi pas edhe rastin të kemi një bashkë bisedim virtualisht në një lidhje direkte, ku na ke tregu pak a shumë ndoshta krejt jetës tënde në Itali, si një mërgjimtar i cili, edhe pse ndoshta ka pas i ka të vështirësitë e veta, je tip që nuk ndalesh, edhe je tip që përveç që nuk frigohesh prej asgjë, i kish shumë disa qëllime interesante, edhe bota të cilat nuk lidhen fort mes vete. Sporti, modelingu, biznesi, janë diçka që nuk i kemi dëgju një person të i bëtë gjitha. Po e vërtet, unë jam një tip që nuk ndalëm, edhe kam qef me bo shumë gjona, normalisht gjona që i kam qef, edhe kam qef me arrit çdo gjë që e synoj. Që nga i vogël që kom pas 13 vjetë, kom fillu me punu, edhe me bo sport, edhe dhe i sot nuk jam nalë, edhe nuk e kam men më nalë, edhe se kështu më kam pësu baba, mua dhe vllaut, edhe nuk e kemi men më nalë për momentin. Kemi me arritë sa ma lartë. Diskutojmë pak për atë që kemi ofër vetës, është edhe çmimi që ke marë si kampion bote. Na trego pak për këtë eksperiencë, cila ka qenë në vitin? Në vitin 2021. 2021. Si e kujton, si kanë qenë para përgatitjet edhe krejt lufta që ka ndodhur? Ka qenë një përgatitje shumë e ronë, intensive, po e kam bo me gjithë qef, se kam pas men me fitu, aty vetëm fitore për mu do ka pas me qenë, edhe kemi bo pastaj në nëntor, në 6 nëntor, në Bregenz, Austria, në 2021, kemi shku aty të turneja, edhe kur kam hi mrena më të kalzu drejten, i kam po shumë njerëz aty, nuk e di se në kanë, po shumë ka pas, dje ka pas edhe vajzë, se ka dhe kategorit vajzav ku ndeshen për titullet. Edhe kur shifshet gjitha të quna, normalisht një si cili ma i forë se tjetri, më të thonë drejten, kam thonë si ka mundësi në gjithë këta njerës me mujtë me dalë fitus. Po unë e prapë këmë besu në vete, edhe ja dola, edhe fitova titullin botror në kick light, edhe më dijem shumë krenar, edhe kur shkoj në meqe, gjithmonë marrë me vete flamurin e të Kosovës, të Shqipëris, edhe të Italis, se normalisht përveç që jetoj në Itali ndina shqiptar, edhe kam qef me bo krenari gjithë shqiptarin, edhe besoj që ka me arrit alo ma nalt, se ka tjera livele, edhe nuk do ndalëm kur, edhe kismet zotit do arris me fitua akoma tjera çmime për Kosovën. Pa tjetër, një meq jashtëzakonisht shumë i vështirë, e përmende edhe ti që momentin që ke hyë dhe ke pa gjitha ta njerëz, pa tjetër edhe ftyra publike, cilët i ke njoftë ndoshta për sportin tënd, ke pas ato dyshimet të tua të para, apo e ke di që, okej, sot do të dalë i pari? Jo, sot e kam menua gjo që thash ma heret, po kam thonë që do dalë i pari. Ato e kam pas meni dhe nuk jam frigut 0. 0-0 se kam një idol që aj nuk ka frikë 0, edhe kur jam ko një vogër e kam shiku ato, edhe ma ka shtiti qysh në gjak këtë sen, edhe kam marrë pak si stilin e tina, edhe po du me thonë kur kom arrit aty, veç nuk e di, e kam menu atë, edhe më ka jip një farë energjie mrena që e kam di që kam pas me fitu. Pas atyre, pa dushim, ka pas edhe meqet të tjera edhe fitore të tjera. Na trego pak edhe për meqen në Itali, për kampion Italie, pa tjetër edhe këtë të Evropës, edhe po besoj që është krenarie madhe edhe për familjen tënde, me i pas çmimet që se cili i moshës tënde dhe se cili sportist i kish pas dëshirë. Po, pastaj kam fitu dhe titullin italian, me të thonë drejten kam fitu 2 herë titullin italian, po atë rrypin tjetër e kam në Itali, nuk e kam sjell këtu në studio, po është njëtë si kjo, kam fitu një herë në 2019, edhe këto e kam fitu në 2021. Kampion 2 herë, po du me thonë jam konë kampion italian.
Edhe këtë Evropianin e kam fitu në 2021-ën, edhe në Ferrara, edhe kur jam ndesh për Evropianin, e kam pas me një qunë nga duket ishte nga Gjermania, edhe ishte bë në Itali kjo turne, kështu që ishte edhe komod për mu për me ik aty për mu ndesh, nuk kam pas me iku me ditë se sa larg. Edhe po du me thonë një kam fitu edhe këtë çmimet, po për mu më e rëndësishme është kjo botërore. Çfarë ka komente, po besoj nga rrethet, familjarët edhe këta, a janë më të sigurt që ka një bokser afër vetes ajo? Po, kjo po, për momentin aty ku jetoj unë më njohin gjithë, edhe e din se çka kam bë, edhe e din që familjen time nuk do të më prek, se nuk ja vlen, edhe normalisht që unë nuk ja lejoj. Po du me thonë, ma shumë kur dalë për shemëll, më ka ndodhur një herë, e kam pas një dashur, edhe kemi dalë një natë bashkë, edhe më ka ndodhur që ka qenë një situatë që nuk e kanë lënë rahat, ma kanë ngacmu, edhe pastaj ka marrë dhunë edhe kam zgjedhur problemin me në sekond. Edhe ajo për shembull, kur dilte me mu gjithmonë ka qenë në sigurt, edhe ndite ventin shumë në siguri. Edhe çka që, po du me thonë, edhe shoqënia me pas një bokser afër është gjithmonë mirë, se ditë sotit nuk i dihet kur, e du të me pas dikën që të mbrohen, se jo të gjithë mund të mbrohen vetë në rrugë jashtë. Ka meqe të fituara argjend, mi 21? 21 ndeshje. Okej, 21 ndeshje të fituara. E gjitha. Mbi 10 vite me kickbox, një karrierë kështu goxha shumë për ty, po edhe e shkurt për t'i arrit krejt këto që argjendi ka arrit. Është më e vështirë që ndoshta nuk je afër bashkë gjithë familjeve, sepse në Itali ndoshta ke familjen e afërt, po ti shpesh herë vjen edhe në Shqipëri, në Kosovë, dhe është sfidë në vete kjo? Ma të thonë drejtën, jo. Nuk e ke problem? Nuk e kam problem. Nuk kam problem fare. Tani, biznesin është diçka që prindrit të kanë vendos, apo është diçka që ti vetë e ke ndërmarrë? Sepse për sport ke një përkraje jashtëzakonisht madhe për i babit. Po për biznes? Edhe për biznes më të thonë drejtën. A për biznes se i pëlqen puna që e bëjmë, po më të thonë drejtën nuk ma kanë impostu ata, po e kam pas qef vetë unë me vllahun, se e kemi qef makinat, edhe e kemi vendos me fillu këtë punë. Po normalisht edhe babi ka qef shumë këtë punë, i pëlqen makinat, kështu që na përkrallë për punën shumë. Ne për shembull unë punoj në Range Rover në Itali, dhe tani e kam edhe, si thuhet, e kam hap dhe oficinën time aty në Itali, ku riparoj makina. Mas orarit punës në Range Rover, iku te oficina ime, edhe bëj edhe blerje dhe shitje makinash, bashkë me vllahun. Një pasion të jashtëzakonshëm ke për makinat, edhe kur kemi diskutu herën e kaluar, më ke tregu se sa shumë makina ke vozite dhe ke pa edhe pasionin e madh që ki, po një fatkeqësi që na ndodhi pak para se me ardhur në emision është një dënim që e morën në Kosovë, prej policisë të Kosovës, edhe keni vlerë kogja shumë e madhe. 800 euro është dënu argjendi pak para se me ardhur në emisionin 410, veç sa na tregoj për një gabim të vogël ndoshta, jo rrështimin e mirë diçka, edhe ke hy gabim për me ungut. Qysh të bajnë, je shumë i shpejt sa i përket rrugës, je që të pëlqen shpejtësia, ose ndoshta edhe me ty rregullat aty këto me vetur? Jo, nuk jam tip që hec shpejt me makinë, sepse gjithmonë e kam, po të me thonë, e kam dikush që më pret e shtëpia, që për këtë motiv nuk kam qef me bo, edhe jam tip që jam i qetë, edhe nuk kam qef me rreziku jetën, edhe normalisht du të mi respektu rregullat, se mund është me bot dam njerëzve tjerë, edhe po du me thonë, nuk jam tip që jeti shpejt. Ama në Kosovë normal, ka policë që nuk sillen mirë, po ka policë që sillen mirë. Kështu që po këta që ma herët po themi që më kanë dalë para se me hinë në emision, kanë qenë policë të mirë, janë silë shumë mirë, edhe këmë kalu mirë për moment. Dhe të kanë denu pak? Më kanë denu pak, po ma kanë falë një gjatë tjetër që është pak ma e ranë. Shemë ma konfisku makinën, nuk ma kanë konfisku, kështu që i falenderoj për atë gjë. Argjend është me lehtë për juve me vozit në Kosovë apo në Itali? Sa e ki sfid? Në Itali me lehtë, pa tjetër. Në Itali nuk janë regullat kështu kaq strikte? Rana si këtu, nuk janë.
Do të thotë që në Itali e keni më të lirë, sa i përket vëzitjes edhe policisë. Po. Trego pak, a ke menduar ndonjëherë me u kthy në Kosovë dhe me jetu, edhe a shef veten, ndoshta me jetu në Shqipëri, në Kosovë? Nuk i di tjetës, po besoj që po. Nëse është për punë e gjë, do kthehem. Edhe pse normalisht unë po qenë veni, e dua shumë Kosovën, po edhe për punë, unë isha kthy, nuk është problem. Është veni jem, më kthy nuk është një gjë e keqe. Së fundmi të ke filluar edhe me modelizëm në Itali, atje ku edhe kam pas kërkesë për juve. Është interesante, është diçka që ke mendu vetën tu e bë? Po, më të thënë drejtën, kam filluar, ka ecë shumë mirë, nuk ka ecë keq kjo punë në Milano, po më të thënë drejtën, nuk ishë shumë, se para një interviste kam thënë që do shohim se çfarë do bëjmë, ama nuk është një punë që nuk po më shkoj ke shumë. Unë isha ma shumë për sport. O prapë për momentin nuk e kam dalu akoma, po nuk e di se që do bëjmë më përpara. Vendosja do vazhdoj vetëm me boksa dhe me modelizëm. Po për momentin nuk ka hec keq, po... Të janë disa prej fotove që kemi, që janë projekte që ke pas, edhe fotografi që ke pas nga fotosesione që janë realizu në Milano, se nuk jam gabim. E mendon vetën në Kosovë, duke bë diçka të tillë, unë e di që në herën e fundit ke tregu që nuk e ki problem jo vetëm intervistat, po edhe reality shows të ndryshme. Edhe ke pas ndoshta edhe një dëshirë për me qenë pjesë e Big Brother VIP. Po, ajo është dëshira, mas titullit botror, është dëshira ime, e madhe, shumë e madhe. Edhe më thënë drejtën, kur kam jem taku me trajnerin këtë ditë para se marrë Kosovë, e kemi vendosë që normal do së tërvitem si gjithmonë, po e kam vendosë që për momentin meqat, për këto 3-4 muaj, mos me bo, se kemi këtë objektiv që me fut në Big Brother. Ta shofin që do bëhet. Qofse nuk futna në Big Brother, do vazhdoj me meqet. Qofse futna në Big Brother, derisa të mbarën Big Brother, normalisht nuk do bëhen meqe. Po, qëka të ka pëlqy më së shumëtit? Pëlqen ndoshta dhe transparenca që është në reality shows të tillë, që je shumë i lirë, edhe do t'jesh 24 orë në kamera dhe veç ke me tregu vetën, apo ndoshta dhe të pëlqen krejt fama që njeri mundet me marë prej një spektaklit të tillë? Po, normalisht pëlqen me pas atë famë se jem tip që edhe në Itali, ku jetoj une, më njohin shumë njerëz, gjithmonë çdo aspekt tregohem shumë, gjithmonë jam i pari për çdo gjë. Edhe në këtë reality show më pëlqen se, si theti, kamerat 24 orë që të shohin, dhe për këtë punë kam qef se du me tregu njerëzve jashtë se çfarë njeri me të vërtet jam. Për shembull aty në persona që ndoshta unë kanë pa jashtë dhe kanë menduar gjë të keqe, unë du me tregu gjithëve se kush jam. Edhe normalisht besoj që kur në qofse po flas në Big Brother, do bëj shumë show, do jem i pari dhe jam i sigurt që mund ta fitoj. A ka diçka që nuk do të bëj asnjëherë në kamera, në reality show të tillë? Ka diçka që nuk do të bëj asnjëherë dhe ka diçka që ndryshe prej të tjerëve do e bëje me shumë qef? Nese, unë më të kallëzu drejtën për një gjë që nuk e kisha bën, se nuk bën prej rregullat, për shembull, kur ngacmojnë me përdor dhunë fizike, atë nuk do e bëj, se është edhe një format important dhe nuk do të bën ato gjë. Po një gjë që e kisha bën me gjithë qef, edhe një motiv që nuk e thash më herët që du me hinë mrena, është, tash nuk i dihet, është me gjithë fatin e jetës. Wow! Me gjithë fatin e jetës. Je i hapur për vajza shqiptare. Po, vetëm vajze shqiptare, nuk ka tjera, italiane, që nuk ka. Për mu vajze shqiptare më të bukur të botë. Unë e du një vajzë shqiptare edhe në nëndës që akum brëndu këtë gjë. Kështu që kur qofse him Big Brother, po thëmë gjithmonë, qofse him Big Brother, duhet të gjej fatin e jetës, edhe të kaloj mirë me to, edhe kjo është një gjë që do e bëj me dëshirë, shumë me dëshirë. Edhe ti tregojnë pak jashtë njerëzës se si duhet mos sjell me një vajzë. Okej, nga emrat që kanë qenë deri sot në Big Brother, qoftë Big Brother Albania, qoftë atë në Kosovë, cili prej banorëve ka qenë më i preferuari yt? Big Brother Albania po flasim për Luisin. Luisin e kam ndjek shumë, edhe më ka pëlqy. Po një gjë që më ka pëlqy shumë është si u sjell me Kiara Titën, si u sjell mirë. Ajo një gjë më ka pëlqy shumë, ashtu do të me qenë. Për Kosovë më ka pëlqy shumë lëndrimi. Lëndrimi se është tip që më ka pëlqy tipi ti, se ka bërë shumë show
edhe kam meritu maksimum me fitu. Edhe një person tjetër që e ka meritu si pas meje në Big Brother Kosova është Driloni. Ke raport me Drilonin, do shta dhe për shkak të sportit që keni paka shumë të ngjajshëm, Driloni është me boks, temi. Keni raport me zveta apo jo? Nuk keni kontakt? Nuk kemi pas për momentin, po ndoshta një ditë do e kemi, se më të drejtën unë e kam supërtu shumë atë, e kam votu gjithmonë se për një motiv se është bokser si une. Normalisht e kam po dhe si është si person, edhe aty më ka pëlqy, ka qenë qunë taman, po edhe për boks. Edhe më të drejtën kisha pas qef me taku ose me bo një stërvitje bashkë me ta një ditë. Nuk i djetë. Argjend, një prej ndoshta dhe diskutimeve që kemi pas edhe me gazetarë të showbizit, po edhe vetë krejt analiza që i ka pas mundësi me i ba, është që zakonisht ata cilët nuk janë lindë dhe nuk janë rritë në Kosovë ose Shqipëri, e ka pak më të vështirë ndoshta që të kryojnë qoftë rritin e tyre brenda bigut, po qoftë edhe ndoshta të kuptohen aq mirë sa kuptohen ata që janë këto bashkë. E mendon këtë si sfidë edhe mendon që kime te i kalu? Nuk besoj që do jetë sfidë se unë e kuptohen shumë mirë me shqiptarët, edhe... Ndoshta është edhe kultura dhe mënyra qysh janë rritë që ndoshta dhe kanë me pas banorë të tjerë nëse vetë se të kemi në beg, që s'ka me të konsideru, ka me pas rritin e vetë dhe kanë me luftu bashkë. I ke mendu gjitha këto, i ke mendu strategjin që keme përdorë? Po, normal. I kom mendu gjitha gjonat, i kom mendu se që mund me ndodhë, se i kam po normalisht gjithmonë bigun. Po strategjin e kam gati, po nuk mund të atërgoj, sepse do të shofin gjithë, se është një surpriz. Po vetëm një gjotë që du me tregu është se do jetë një mix prej Big Brother VIP Kosova 3, 4 dhe Albania ku ka qenë Luisi. Që do jetë një Luis, një Drilon dhe një Londrim do jenë një mix. Që ma shumë nuk... Ishte perfekt, jamore. Nuk po flasë më shumë. Shpresoj që kime hy këtë vetë edhe pa tjetër të presim edhe pas daljes, sepse shumicin prej banorve qofte edhe lëndrimin edhe shumë të tjerë, e kemi pas për herë të parë në studion e 410 gjatë ose para karierës të tyre, edhe pastaj kanë pas paraqitet të tyre në big edhe kanë qenë shpërthim i vërtet. E mendon që ndoshta edhe do të ndikoj shumë në sportin që ti bën dalja pas bigut? Po, sigurisht. Për mirë apo për keq? Jo, për mirë. Për mirë, amo për keq do jetë ndoshta që ata qunë tjerë që bëjnë këtë sport, ndoshta do marrin një noti, po nuk e kam problem. Po, a ke mendu me bëjmë do një duel këto në Kosovë me sportistët që kemi këto? Jo. Këserët këto? Nuk kam qef. Nuk e pas asë njëherë meq? Me shqiptar? Me shqiptar? E kam pas njëherë, një ndeshje me një shqiptar, në Itali. Ajo kanë qenë për kampionatin italian. Normalisht kam fitu, po në fund meqit jam sjellë shumë mirë me ta, dhaj me mu, edhe kemi kalu shumë mirë, nuk më ka ndodhë në herë, po më të thënë drejtën nuk më pëlqe shumë ndesh me shqiptar, për punën që nuk e di, se janë gjaku im, po normalisht, që ose dikush, si ka thënë Driloni me një video të fundit, kush e lyp, mirë se vjen, po kam qef ma shumë më të drejtën me njerëz tjerë, jo me shqiptar. Krejt për fund Argjend, ka ndonjë ndoshta projekt ose diçka, ose ndonjë qëllim që ke që do të vije edhe ke dëshirë ndoshta me ndodhë për vitet në vazhdim, përveç këto që i përmendëm? Kismet Zotit, më të thënë drejtën, ndoshta kur dal nga Big Brother, me mujt me arrit me tjera nivele me këtë sportin tim, ndoshta fal asaj. Kjo është qëllimi im. Unë falenderoj shumë për këtë intervistë edhe po shpresoj që krejt këto që ka i diskutum të realizohen një dit edhe të kemi prap me fitore edhe më të mëdha.